italiane, e ka bërë me aftësitë e saj. Unë e kam hasur, unë e kam takuar në Këshillit të Europës, unë kam qenë për disa vite antare Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Delegacioni italian është nga më të fuqishmit, nga më aktive dhe brenda Asamblesë, po edhe elementë të tillë si zonja Meloni në historinë e viteve, aty dhe Berlusconi kishte një rol të padiskutueshëm për atë periudhë që ai ishte në majt politikës italiane dhe europiane. Dhe zonja Meloni ka ditur, domethënë, të gjejë në mënyrën se si ajo organizon edhe politikat e brendshme, sepse janë shumë aspekte, është problemi taksave, që ka disa ndikime të caktuara, por në politikën e jashtme ka arritur me shumë maturi dhe patjetër, me aftësitë e saj, që të krijojë një tjetër standard dhe të japë një tjetër nivel politikës jashtme italiane. Kjo funksionon edhe me krah politik. Unë kam pasur rastin tim, jo vetëm pjesë e familje të Partive Popullore Europiane, por kam qenë e zgjedhur si zëvendës presidente e grupit PPE-ve në Këshillin e Europës dhe kam njohuri dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me ta. Është gjithë linja e bllokut djathtë, ajo e Partive Popullore Europiane dhe konservatorët, republikanët në Amerikë sot janë në të njëjtën linjë dhe prandaj dhe zonja Meloni ka një afinitet të dukshëm me zotin Trump, se janë dhe familje personaliteti i saj, politikën e jashtme e bën më kollaj një grua, apo e bën një politikane. Ajo përdor, do me thënë, personalitetin e saj si politikane, absolutisht biles në disa raste ajo devion feminilitetin, le themi, dhe bëhet më fort se ç'duhet. Vetë retorika e Melonit edhe në Itali, edhe është shumë e fortë, bile në shumë raste duket si burr, është shumë e prerë. Më thënë, sepse ajo realisht ka gjetur atë formën se si duhet bërë politika në atë vend, që konservatorizmi është shumë i thellë, në konservatorizmi konceptin shumë të mirë të fjalës, sepse Italia është avangardë edhe në politikë, edhe në demokraci, edhe në të gjitha. Dhe Meloni e bën me sukses këtë, unë nuk e shikoj, unë nuk jam fanse e Melonit, absolutisht, nuk jam fanse e Melonit, por nuk është një politikane për ta sharë, do me thënë. Edhe është një histori suksesi. Madje është për të lavdëruar dhe të rrish vëmendjen si asaj, si kryeministre grua, ka bërë histori, do me thënë. Është një rast pozitiv. Pra po thoni që nuk ka gjasa që ajo t'intimidohet kundrejt batutave të një burri, ajo ka pasur dhe sulme vulgare më fundi, edhe në narrativën, mënyrën se si opozitarët ose eksponentë caktuar të majtës italiane janë adresuar asaj, dhe me shumë finesë, me shumë etik, është përballur me to, do me thënë, ka mbajtur qëndrimet e saja vërtet, që janë të lavdërueshme. Këto janë pa diskutim më raste suksesi. Po Theçerin e kishte idhull edhe kryeministre japoneze. Në gjithë karrierën e saj Theçerin kishte referencë kryesore. Kështu që e djathta, siç unë përkas dhe në bindjen e filozofinë time, ka pikërisht këto themele, ka themelet e konservatorizmit dhe si familje euroatlantike, pra që nga republikanët në Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në grupin e PPE-ve që janë në Europë, gjithmonë kanë adresuar politikat e tyre konservatorët janë edhe patriarkale apo jo? Po jo, ka tendenca, shiko, ka nuanca brenda, konservatorizmin. Po konservatorët të zorën se fillon me pronën, këtu partia jonë që quhet konservatore e konservatorët të zorën dhe zonjën e sapo zgjedhur në Japoni. Shqipëri nuk flitet. Ne kemi karikatura politike. Por që duket qartësi që kemi zonjën Merkel që bëri një karrierë shumë suksesshme edhe në pozicionin e kryeministres. Pra, gjithë grupi i politikave edhe i partive djathta kanë nxjerrë edhe cilësore që kanë bërë histori dhe kanë lënë gjurmë në histori dhe që janë sot referenca suksesi. Pse nuk diskutojmë kryeministret e Europës Veriore, për shembull.